Gabisulli i Ballkanit është një pjesë shumë e rëndësishme e kontinentit evropian. Është pjesë shumë e rëndësishme për historinë e lashtë të kësaj zone, por edhe kulturën shumë të gjerë që ka. Por edhe pse ka një sipërfaqe të vogël në krahasim me pjesët e tjera të Europës, vëmë re që popullsia në Gabishullin e Ballkanit është e përbërë nga etni të ndryshme. Ndryshe nga pjesët të tjera të Europës, kur sipërfaqet të tëra të kontinentit janë të përbëra nga popullsi pothuajse homogjene. Tani, si ka mundësi që Ballkani, edhe pse është pjesë e vogël e Europës, ka një përbërje të shumtë etnike, por për të qenë më të qartë në idenë se çfarë duhet të themi, le të shikojmë pak përbërjen e popullsisë duke filluar nga Ballkani dhe duke vajtur në pjesët e tjera të Europës. Në qendër të Ballkanit, në zonën e Ballkanit, kemi Shqipërinë me Kosovën. Pastaj në jug të tyre kemi Greqinë dhe menjëherë fillojnë një sër shtetesh që njihen si shtete slave. Edhe pse popullsia në këto shtete nuk është slave, por është e përbërë nga shumë etni, ato mbahen si shtete slave. Kështu kemi Bullgarinë, që mbahet si shtet slav, pastaj kemi Serbinë që mbahet si shtet slav, kemi Maqedoninë e Veriut që mbahet si shtet slav. Më pas kemi Malinezi që mbahet përsëri si shtet slav, më në veri kemi Bosnjën që mbahet si shtet slav, dhe pastaj kemi Kroacinë dhe Sloveninë që quhen mbahen si shtete slave. Por interesante është se mbi këto shtete fillojnë disa shtete tjera që nuk mbahen si shtete slave. Kemi Austrinë që dihet që është popullsi gjermanike, kemi Hungarinë që nuk është popullsi slave, pastaj kemi Rumaninë dhe Moldavinë që nuk janë popullsi slave. Dhe po të vazhdojmë akoma më në veri, atëherë përsëri do të fillojë popullsia slave duke filluar nga Çekia, Slovakia, Polonia, Bielorusia, Ukraina e kështu me radhë. Tani, si ka mundësi që kemi një shpërndarje të tillë të popullsisë, do të thonë kemi popullsi slave që shfaqet në zona, pastaj në disa zona nuk është më, veri shfaqet në zona të tjera. Për të kuptuar më mirë këtë gjë, le të hidhemi e të shikojmë pak historinë e Europës në fillimit të erës së re. Po nisim nga viti 300, kur Konstantini i Madh ndryshoi qendrën e perandorisë romane nga Roma e zhvendosi në Konstantinopol, në qytetin që ai e themeloi dhe mori emrin për nder të themeluesit të saj, pra të Konstantinit. Në atë kohë, Konstantini i Madh e ndau perandorinë në 4 prefektura dhe gjithë Ballkani përbënte atë që quhej prefektura ilirike. Çfarë tregon? Tregon që popullsia e Ballkanit në atë kohë ishte popullsi ilirike, pra popullsi shqiptare, sepse vetëm shqiptarët janë pasasit e ilirëve. Kështu që gjithë Ballkani përbëhej nga ilirët dhe në atë kohë quhej Gabishulli Ilirik dhe prefektura quhet prefektura e Ilirisë. Por si ka mundësi pastaj që nga Gabishull Ilirik u kthye në Gabishull Ballkanik? Për këtë le të hidhemi në mesjet në vitet 1453, vitin në të cilën ra Konstantinopola. Më pas me rënjen e qyteteve të fundit që i rezistuan pushtimit otoman, si Kruja, Durrësi dhe Shkodra, perandoria otomane ushtri në të gjithë Ballkanin. Duke rënë në gjithë zonë e Ballkanit nën pushtimin otoman,
Atëherë pushtuesit otoman filluan ndryshimet e para të përbërjes etnike të popullsisë në rajonin e Gadishullit Ilirik. Në betejat për mbrojtjen e trojeve të tyre nga pushtuesit turq, u vran një pjesë e madhe e shqiptarëve në të gjitha trojet që ndodheshin në Gadishullin Ilirik. Pas pushtimit të Gadishullit Ilirik nga turqit, një pjesë e shqiptarëve, ata që patën mundësi, u zhvendosën drejt Europës perëndimore. Kështu që në Gadishullin Ilirik ngelën një boshllëk të cilën turqit e mbushën duke sjellë popullsi nga zonat e ndryshme të Peratorisë Otomane, duke filluar që nga Azia, nga Lindja e Mesme dhe nga Afrika Veriore, plus edhe nga vendet slave. Kështu që këtu filloi dhe ndryshimi i parë etnik i popullsisë së Ballkanit. Por populli shqiptar nuk u nënshtruar kur pushtimit turk. Ai vazhdimisht ngrinte krye për të fituar lirinë e tij nga pushtuesit osman. Në 400 e ca vjet të pushtimit osman, populli shqiptar ka ngritur krye pothuajse në çdo 10 vjet. Pothuajse në çdo 10 vjet janë bërë kryengritje të mëdha, në të cilat shqiptarët kërkonin që të lironin tokat e tyre nga pushtimi otoman. Shqiptarët nuk mundën të arrinin lirinë e tyre ndaj otomanëve për arsyeën e thjeshtë sepse turqit në luftën e tyre kundër shqiptarëve mbështeteshin edhe nga fuqitë europiane, sepse fuqitë europiane nuk ishin të interesuara që të krijojnë një shtet i madh shqiptar që ta kishin si kundërshtar në të ardhmen. Megjithatë, nga fundi i shekullit të 18 dhe nga fillimi i shekullit të 19, perandoria otomane kudopsoi gjithnjë më shumë, kështu që krijoheshin dhe kushtet për shqiptarët për të fituar pavarësinë e tyre ndaj Turqisë. Kështu që filluan lëvizjet e mëdha me Halipashte Pelene në jug dhe në veri me Bushatëllin të Shkodrës, por edhe në këtë lëvizje të tyre shqiptarët u sabotuan nga fuqitë e mëdha si nga Franca dhe Anglia, apo me Rusia. Nga fillimi i shekullit 19, filloi përsëri në Greqi lëvizje e madhe e shqiptarëve që kërkonin pavarësinë e tyre nga Turqia. Dhe kjo lëvizje u udhëzoq nga shqiptarët dhe u bën nga shqiptarët. Dhe kështu që ata nga vitet 1826 arritën që të krijonin shtetin e parë shqiptar, që përmbledhte disa zona në jug të Greqisë si Peloponezi dhe Atikën pranë Athinës. Por kjo fitore shqiptare u sabotua nga fuqitë e mëdha, të cilat arritën të eliminonin krerët shqiptar, krerët që udhëhoqën në revolucionin, që arritën pavarësinë ndaj Turqisë dhe në vend të tyre vunë krerët që vinin nga popullsitë të tjera dhe filluan të krijonin shtetin e parë që i quhetën shtet grek, kështu që ndryshuan dhe gjuhën e atij vendi. Luftën e bën shqiptarët, e udhëhoqën shqiptarët dhe edhe ngjakun shqiptarët, por pas fitores së pavarësisë së asaj zone, u eliminuan krerët shqiptarë dhe u zvendësuan me krerë të tjerë, të cilit vepronin kundër interesave të popullsisë shqiptare. Kështu që ndruan dhe emrin e atij shtetit pavarur që u krijoi, që quhej Shqipëria e re në fillim, u quajt Greqi dhe filloi të ndryshojë çdo gjë. Më pas, në vitet 1840 filluan përsëri lëvizjet në Shqipëri, lëvizjet e udhëhequra nga Rapo e Kali dhe nga Zenel Gjoleka. Edhe këto lëvizje dështuan për arsye sepse gjithmonë shqiptarët tradhtoheshin dhe liheshin vetëm, kështu që turqit arrinin që të imposhnin ata. Më pas, në vitet 1878, u bë lidhja Prizreni, dhe këtu u krijua përsëri një mundësi dhe shqiptarëve për të krijuar shtetin e tyre të dytë të pavarur. Por edhe këtu si gjithmonë u sabotuan krerët
ose u vranë ose u arrestuan dhe u futën në burg, kështu që edhe kjo lëvizje dështoi, duke parë Europa që po bëj gjithnjë më vështirë për të përmbajtur shqiptarët në luftën e tyre për liri, ata filluan të vepronin taktik tjetër, siç vepruan me Greqinë, që shfrytzuan shqiptarët për të bërë revolucion, për të bërë luftë, fitonin pavarësinë, pastaj ndryshonin krerët dhe ndryshonin dhe emrin e shtetit. Kështu vepruan me Bullgarinë, që filloi të krijojë në ato vite, në 1878, me Serbinë, si një principat e vogël, përsëri në vitin 1878, me Malezi, me Bosnjën. Kështu që krijoheshin këto shtete nga lufta shqiptare, vriteshin apo eliminoheshin krerët shqiptarë dhe vendoseshin krerë nga popullsitë të tjera që s'kishin lidhje me popullsinë shqiptare. Dhe kështu krijohen shtetet që s'kishin lidhje me popullsinë shqiptare. Po të shikojmë hartat e atyre viteve, këto shtete kishin sipërfaqe të vogël, jo si ato sipërfaqet që kanë sot. Dhe pjesa që ishte akoma nën ushtrimin turk ishte akoma sipërfaqe madhe. Në vitin 1912, kur më në fund shqiptarët arritën të fitonin pavarësinë, nga largimi i Turqisë, pjesa më e madhe e Ballkanit i përkiste Shqipërisë, i përkiste shtetit të ri të krijuar në Ballkan. Por shtetet e tjera që ishin krijuar nuk mund të pranonin një Shqipëri kaq të madhe, kështu që filluan luftat e parë dhe e dytë ballkanike, të cilat ishin luftë faktikisht kundër Shqipërisë, shtetit të ri që ishte i paorganizuar dhe pa i krijuar mirë. Kështu që Greqia mori territoret të tëra në jug të Shqipërisë, Bullgaria mori nga zona e lindjes, Serbia nga zona e veriut, dhe kështu që sipërfaqet të tëra të tokës shqiptare kaluan shtetet të tjera të Ballkanit, si Greqia, Bullgaria, Serbia, Bosnia, dhe kështu që Shqipëria ngeli ajo që njohim sot. Pra, Shqipëria e 1912-s nuk është kjo që është sot. Shqipëria e 1912-s e mbante pjesën më të madhe të Ballkanit. Por, fuqitë e mëdha ndihmuan shtetet e tjera të Ballkanit që të coptonin Shqipërinë, shtetet e mëdha si Anglia, Franca, Rusia, Gjermania e tjera. Fuqitë e Europës nuk mund të pranonin këtë gjë që pjesa më e madhe e Ballkanit të përkiste Shqipërisë. Për këtë nxitën to shtetet e vogla të krijuara slave që të fillonin luftën kundër territoreve shqiptare. Kështu që gjitha këto shtetet slave filluan të gllavëronin tokat që i përkisnin shtetit të parë shqiptar të krijuar. Plus dhe Greqia fillon të zgjeronte kufi duke marrë shumë territore nga jugu dhe në saj të këtyre dy luftra, luftës së parë dhe luftës së dytë ballkanike, territoret të mëdha të shqiptarëve u morën nga këto shtetet e tjera dhe kemi situatën që shikojmë sot. Do të thënë territore të tëra që dikur i përkisnin Shqipërisë dhe duhet të bënin pjesë në tokat shqiptare të shtetit të parë shqiptar që u krijua, u morën nga shtetet si Greqia, Bullgaria, të cilat u zgjeruan në kuristë shqiptare dhe kemi situatën që paraqitet sot. Pra nëse fuqitë e mëdha nuk do të ndërhynin në kuristë të shqiptarëve, Shqipëria nuk do të ishte kaq e vogël sa që sot, do ishte shumë herë më e madhe. Dhe ky rezultati sotëm është pikërisht i sabotimit që kanë bërë shtetet e Europës ndaj shqiptarëve, të cilët sipas Bismarckut donin që shpreha shqiptar të ishte apo Shqipëri të ishte një shprehje gjeografike, jo realitet. Po, megjithatë shqiptarët arritën të përballonin dhe nuk të rezistonin dhe të krijonin këtë shtetin e vogël që kemi sot. Tani këto shtetet slave që u zgjeruan në kuristë të shqiptarëve filluan
bënin dhe politika të tjera, spostonin popullsinë shqiptare e çonin në Turqi dhe e mbushnin këto zona me popullsi slave apo turke. Dhe kështu ndryshuan edhe përbërjen e popullsisë, përbërjen etnike të popullsisë në këto shtete. Pasi Ballkani u pushtua nga Turqia, Turqia filloi të sillte shumë kolon turq nga zonat turke apo nga zonat e Arabisë apo nga zonat e tjera që kishte pushtuar, t'i mbushte e të sillte në Shqipëri, masakronte popullsinë shqiptare ose e merrte dhe e spostonte nga zonat e tjera, andej nga Turqia, nga zonat e tjera që ishin në pushtimin turk. Kështu që filluan të krijoheshin popullsi jo homogjene, që ishte vetëm e shqiptarë si që ishte para pushtimit turk, po filluan të shtoheshin edhe popullsi të tjera si slave, turke, të cilat me kalimin e kohës do të ndryshonin dhe situatën në këto zona. Pra si që shohim, situata e sotme e Ballkanit është si rezultat i masakrave që kanë bërë Turqia dhe fuqitë e mëdha të Europës në kurrizë të popullit shqiptar. Ka patur pushtim slav, si shton dyndje slave në shekullin e 6. Pse nuk ka patur? Nuk ka patur për arsye se Shqipëria në atë kohë ishte perandori, kështu që nuk lejonte Shqipëria të vinin popullsi barbare, të cilat nuk dinin as të luftonin, të arrinin të pushtonin tokat shqiptare. Tani ja, vërtet erdhën i pushtuan tokat shqiptare, po kush i ndoqi? Ikën vetë. Kjo është e pamundur, sepse ata nuk ikin vetë, ata po shkelën në një vend, thonë në shtoka ime. Kështu që nuk është e vërtet ajo që ata janë dyndur në gadishullin e Ballkanit. Sepse ca thonë që janë dyndur dhe kanë mberitur deri në Peloponez. Ose si ikën qande pastaj asnjë njeri se shpjegon. Pra, si që shikojmë, mjafton të shikojmë hartën dhe ne mund të kuptojmë edhe se si është zhvilluar historia e vërtet e Ballkanit dhe e Europës. Sepse po të vësh re për historinë e Europës apo të Ballkanit, shkruajnë gjëra të ndryshme, duke u nisur që nga kjo dyndje slave, që s'është e vërtetë. Historia e Ballkanit ka ndryshuar pas pushtimit të Ballkanit nga Turqia. Dhe më pas kur Turqia si ishte më e zonja që ta mbante Ballkanin, që i detyruar të tërhiqej, atëherë në bashkëpunim me fuqitë e mëdha krijuan këto shtetet që përbeshin të tëra nga popullsi shqiptare, po e përzien me popullsi turko-slave, arabe, nuk e di më çfarë, edhe detyronin dhe shqiptarët që mos të flisin gjuhën e tyre, që mos të shquheshin shqiptar, dhe filluan ndryshuan, krijuan kombe të ndryshme si bullgare, sërbe, malazeze e tjerë. Pra si që shikojnë historie e vërtet e Ballkanit, ne mund ta kuptojmë duke parë thjesht hartën e sotme të Europës. Faleminderit që ndoqët të video.